jam babai i martirit demokracisë, Timio-Mashës. Ata vran pa drejtësisht në atë periudhë në Çiflik. I pari ishte djali im që u vra. Dhe ushtari i Kufirit, i cili ishte njeri i mirë, bashkë me djalin tim u vra dhe ushtari i Kufirit, Lexhani. Atere që u vran nuk deshin bilet edhe të na jepnin as kufomat. Edhe kufomat i morën me forcë, me nderhije. Pastaj bëjmë dhe atë demonstratën e madhe, me të vdekur deri në gjashtë e Sarandës. Edhe u kthye sa i varrosëm ata. Dita ajo e 12 dhjetorit është dita përkujtimore jo vetëm për ne si familje, por edhe si fshatë, edhe si zonë, si rreth.